Për disa të herë është një nonsens parlamentar që në rendin e ditës të futen 15 deri 20 pika, sepse racionalisht do thotë që në asnjërin prej tyre mos ketë një diskutim themelor, thelbësor për cilën duhet të diskutojnë në seancë plenare. Por kjo tashti ka kaluar në vend të dytë, të tretë apo edhe më poshtë. E vërteta është dhe ne nuk mund të bëjmë sikur nuk e dim se në çfarë realitetit ne po jetojmë, ju drejtoni një seancë ku një qeveri është zhytur kokë e këmbë në skandale. 3 çerek të qeverisë nuk e keni më në karrigat e tyre. Po të përmendni emrin e një ministri, ai ik sepse ka frikë nga fjala ligj. Ju drejtoni një seancë me një qeveri të delegjitimuar moralisht, politikisht dhe publikisht. Ju drejtoni një qeveri dhe jeni pjesë e një pushteti që ka marrë ujë si anije që shpohen dhe timonieri ende nuk e ka kuptuar se çfarë po ndodh. Në kushte të tillë, kur nuk është qeveria në krizë, por në fakt është vetë qeveria krizë, atëherë ne rrezikojmë shtetin ton shqiptar. Ndaj dhe në këto kushte ne kërkojmë që të jeni të përgjegjshëm për situatën cilën ne ndodhemi, sepse nuk keni më majorancë. Për 3 muaj është përmbysur çdo gjë. Nuk është përmbysur si janë përmbysur disa qytete nga uji, por është përmbysur nga pesha e jashtëzakonshme, e turpshme, e korrupsionit të këtij pushteti. Faleminderit. Fjalën ka kërkuar zoti Erald Kapri për procedurë. Zoti Kapri. Zoti kryetar, të lutem shumë të rriqu vëmendjen deputetëve dhe veçanërisht kryetarit të grupit parlamentar të majorancës, që kur flitet në parlament të çojë në këmbë. Nuk është në konakun e vetu në Bërzesht të Librazhdit, por është në parlamentin e Shqipërisë. Dhe të respektoj parlamentin dhe të mos flasi ulur nga vendi. E kuptojmë që ka 20 vjet në këtë parlament dhe 13 vjet në pushtet, por minimalisht të ketë etikën ku flet në parlament. Sepse ndoshta është i vetmi ministër ose ish ministër që ditën më të lumtur e ka kur e shkarkuan, sepse dihet arsyen pse e shkarkoi Rama si ministër i brendshëm, sepse do dalin pak më vonë me sa duket. Së dyti, zoti kryetar, ka gati 3 muaj që është mbledhur ky parlament, kryeministri ka ardhur vetëm kur ka bërë betimin edhe kur ka bërë një fjalim për buxhetin. Tani më gjeni një vend të Evropës ku kryeministri shkon një në 3 muaj, një në 6 muaj në parlament. Në Republikë parlamentare kjo. Nuk ndodh. Ashtu si nuk ka asnjë vend të Evropës kur një ministër ka një akuzë për korrupsion dhe kryeministri të mos ta shkarkojë. Ta pyesi veten kryeministri, ku ka një vend në Evropë ku ka një akuzë për korrupsion për ministrat e tij dhe nuk e shkarkon ai. Këtu po përballemi me një puç kushtetues. Fakti që ministria nuk shkarkohet nga kryeministri jo vetëm se ai ka hallin e vet, por edhe për faktin sepse po tentohet me çdo mjet për të kapur gjykatën kushtetuese dhe për mëtej spakun më pas. Edhe duke tentuar madje që të ulet edhe numri i deputetëve dhe për ndryshuar parlamentin, pse jo për ndryshuar edhe rregullat me institucionet e drejtësisë. Ndaj të lutem, zoti kryetar, ne duam përgjigje herës tjetër, do vi ose jo kryeministri, sepse nuk mund të vazhdohet më kështu. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla, replik? Okej. Zoti Balliu, procedurë. Tani, kryetar, edhe një herë 20 pika në rend ditës dhe në fund keni lënë rendin e ditës për qytetarët. E diskutuam edhe herën e fundit. Tani ti vësh 20 pika rendit ditës dhe në fund thua hajde të flasim për qytetarët në orën 4 të mëngjesit, kjo është tani të tallësh. Dhe e dyta, a ka mundësi ta dim kur do mund të shikojmë këta njerëz këtu, këtë njeri që ka 12 vjet që thot ka qeverisur mirë, po qeverisë mirë vjen bën debat. Dhe e treta, këto akuza që i hidhen edhe deputetëve të opozitës dhe çdo njeriu tjetër nga kjo qeveri, kanë backup pushtetin. Se një opozitar mund të flasi për një prokuror dhe mund ta denoncojë, kurse pushteti mund të bëjë shumë gjëra. Dhe duhet t'ja u sqaroni këtyre që mezi flasin, nga
sikletet që kanë. Dhe në përfundim, kryetar, ne kur marrim fjalën për diskutim, me zina jepet fjala. Kurse këtu e marrim fjalën as për procedurë, as për replik, pa filluar diskutimet, unë nuk e din cilin nën rregullores është kjo, që ky mund bëjë çfarë të dojë, dhe sulmohet gjithë opozita dhe i kërkon pandeurit. Cilët pandeur kemi ne? Këtë pandeurën aty ku është ajo? Që ka marrë 70% buxhetit nga 9 miliard euro. Ku e keni fshehur atë? Ku e keni fshehur? 70% buxhetit dhe na tregon ky net pandeurit. Njëri që s'di as pse është aty. Prandaj, lutem shumë nëse është mundur, edhe kur sulmohet opozita, ju duhet i kërkoni këtyre njerëzve të përdorin fjalorin siç duhet. Edhe tani aty prap me kolegun Kapri, jo dhëndër, jo stërdhëndër. Që janë këto turpe? Po patët në reagim në i provë që këto denoncime që ne bëjnë janë vërteta, bojrum dilni flisni gjithë ditën, po letra s'keni, të vërtetën se keni, fuqi s'keni më, edhe keni gjetë këtë që po ikim me spovim. Vetëm sot mediat ndërkombëtare prapë po ju flasin për kajon e Ballukut. S'keni limit mor zotri. Ndajeni këtë punë, ka dhe një farë anë njerëzore, qytetarie. Keni dhe një përgjegjësi për atë pozicion. Nuk mund të funksionojë parlamenti, hajde të mblidhemi këtu se duhet të mbrojmë këtë hajdut sot e këtë hajdut nesër. Hiqini më qafë hajdutët pas patët lidhje. Po e mbrojtët keni lidhje. Zoti Balliu. Po, tani nëse ka ardhur dita që fjala dhëndër këtu të jetë të konsiderohet fjalë e rëndë, atëherë është luks për ne dhe arritje shumë e madhe e këtij parlamenti. Zoti Balla. Të vi rëndë. Tani, zoti kryetar, unë kam përpara listën e diskutantëve të është një krajinë e tërë madje, jo kryetari i kuvendit. Kemi bërë krushi, se kemi dhëndër nga krajina e Korç po Gradecit e kemi. Po, patjetër. Patjetër, edhe ti je nga këta që të vjen rënd në këtë raste. Ti turprohesh. Ky është kompliment zoti Bardhi, nuk është fyerje për mua. Nuk e di për juve, për mua nuk është fyerje. Për mua është kompliment. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar koleg, ky deputeti që sapo foli në emër të mohimit të së drejtës për të diskutuar, është i pari në pikën e parë të rendit ditës për të folë. Po, pika e parë rendit ditës është kjo. Tani do ju kërkoja, zoti kryetar, me qenë se kemi një marrëveshje shumë të rëndësishme me Republikën Federale të Gjermanisë, mirënjohje Fondacionit Hans Seidel për gjithë prezencën e vet në Shqipëri. Të gjitha forcat tona politike kanë bashkëpunuar me Fondacionin Hans Seidel, kemi bashkëpunuar dhe është rasti të themi që Republika Federale Gjermane është partneri ynë kryesor me 1.2 miliard euro programin në Shqipëri. Të kalojmë në pikën e parë të rendit ditës dhe deputeti që sapo u qa se nuk ka hapësira të marri fjalën dhe për këtë pikë të parë të rendit ditës. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Atëherë para se të vjojmë me rendin e ditës, vetëm një sqarim, meqense më shumë se një deputet ngriti pretendiminin e pikave e numrit madh të akteve për të shqyrtuar në rendin e ditës, sot nuk është në fakt ka që e ngarkuar, sepse nga 20 pika po të heqin projekt vendimet që janë vetëm votim edhe 3 marrëveshje do të bashkohen në një diskutim, praktikisht ngelen 9 ose 10 pika, është normale, por besoj të gjithë duhet të bëhemi gati për atë që na pret, për një volum shumë të madh pune, i cili padyshim nuk duhet të justifikojë parakalimin apo anashkalimin e nevojës për debat të plot për çdo akt. Si e zgjidhim duke rritur eficiencën, edhe duke i lënë më pak kohë kërkesave për procedurë që rezultojnë të mos jenë kërkesa për procedurë, dhe t'i lëmë kohën e nevojshme shqyrtimit, diskutimit, debatimit të akteve. Gjithsesi kjo është çështja juaj. Unë i kam respektuar gjitha kërkesat procedurë, aktualisht e kanë marrë fjalën gjithë ata që e kanë kërkuar. Shikoj zoti Shea e ka kërkuar përsëri, po ju folët një procedurë dhe replik, nëse e keni për replik mbi replikën sipas rregullores. Nuk bëhet, zoti Balliu, i lutem të vijojmë me rendin e ditës. Çfarë replike për kë? Su mor fare me ty, nuk të përmendi emrin, s'dëgjova të përmendet emrin.
Urdhroni atëre 2 minuta dhe vijoj me rendin e ditës. Vijo. Nuk është replik bi replik, është replik se ai zotëria përmendi dhe nuk po kërkoj vetëm për drejtën e diskutimit, po u kërkoj se zotëria ka probleme, nuk kupton, dhe ku kupton vetëm gjuhën e mafjes. Dhe nuk ka lidhje me gjuhën parlamentare. Ky kupton, jo pa ashtu është. Ky kupton gjuhën e mafjes. Unë po flasim të ajo rregull. O zotëri, po pse? Zoti Balliu, po s'mund ta mbash mikrofonin duke treguar me gishte nuk je as prokuror, as gjyqtar, as ekzekutor këtu në këtë sallë. Lutem. Vazhdoni me replikën duke respektuar rregulloren. Pyes ty. Se çfarë them repliket di unë, do caktoni replikën çfarë do themi tani. Po më vjen keq tash. Ajo çfarë po kërkoj është që ato 20 pika e kemi lënë në fund diskutimin për qytetarët. A mundet zotëri që këto 20 pika ti shkurtoni, e po doni sa Hans, e bëjmë prap nesër, pas nesër kur doni sa herë doni ju. Por është qesharake ti thua hajde 20 pika dhe për ju çoni në orën 3 të mëngjesit të na dëgjoni, ti themi qytetarëve. Është të tallësh. Këtë i thash zotërisë që nuk e kupton gjuhën normale, se kupton gjuhën e Suel Qelës. Vijoj me rendin e ditës projekt ligji për denoncimin e marrëveshjes së bashkëpunimit